e cila është pjesë thelbësore e këtij emisionit, historive të tyre të suksesit dhe jo vetëm. Sepse në këtë studio sonte na bashkohen Ariana Krasniqi dhe Besnik Podvorica. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, shumë bukur po dukeni, me të vërtetë të zbukuruat studion. Vera e sjell një energji tjetër, edhe pamje tjetër, ma shumë ngjyra, ma shumë. Faleminderit, edhe jo gjithashtu po dukeni shumë bukur, si zakonisht. Shumë faleminderit, Besniku ka Për ardhur Albanën e patë fjalën, besoj. Për dytë, nuk o morëm i dhonë komplimente. Edhe meshkujve, Jo, pse s'ka jo. të bëjnë këtë aspekt, po Albana po shkëlqen. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit që jeni sonte këtu bashkë me ne, kënaqësitë ju kemi në këtë pjesë, ashtu siç e thashë edhe në hyrje, ja kemi kushtuar diasporës dhe Besniku vjen nga Gjermania. Ani pse parketin e Sigal Prishtinës e ke lënë ka herë? Kur të merresh 15 vjet me basketbol, domethënë krejt jeta jam ka qenë prej moshës prej fëminis kom qenë njerë si portjer. Po domethënë gjithmonë me sport. Pastaj prej moshës 14 vjeçare me basketbol, 15 vjet me u merr domethënë vazhdimisht 2 herë nditje, 3 herë nditje, stërvitje, loj, organizime, udhëtime jashtë Kosovës, gjithmonë me ekip bashkë. Domethënë më shumë kena kalu kohë me bashkëlitar, me ekip, se sa me familjar. Si që the dhe dim, ke investu gjithë jetën në sport dhe kjo shkëputja e menjëhershme dhe rapide besoj ka sjell një ndryshim të madh edhe në rutinën tonë ditore. A i adaptu tash me këtë jetën e re, larg sportit, larg Kosovës, po me një ritëm besoj krejt tjetër? Me thonë drejt, 6 muajt e parë kom pas shumë vështirë, sepse e pata vështirë edhe që ndrova vendin Gjermani, po fati jam është që na jena këtë familja bashkë atje. Jam me 2 vllaznit atje bashkë, edhe kena domethënë biznesin tonin, punojna bashkë, edhe kjo për mua ka qenë një lehtësim shumë më i madh. Për dikon që u shku dhe nuk e ka ditë ku po shkon, normal që me siguri ka qenë shumë më vështirë, po na jena domethënë familja atje, jemi bashkë edhe kjo e bën shumë më lehtë. Por ndryshe, edhe pse jemi bashkë, mu prapë mungon shumë Kosova, mungon vendi, edhe mungon ajo rutina që e kom pas në kohën e Kosovës. Ndryshe prej Besnikut Alban, Ariana e kalon Malmon edhe është rikthy në Kosovë. Seriozisht ndryshe edhe një shembull ma unika, ndërkohë që krejt po shohin me dal jashtë, ti e kthy prej jashtë prej një jete shumë të rehatshme, të konsolidume, edhe personalisht në aspektin sentimental, atë profesional dhe gjitha ti je kthy, ke lënë gjithçka prapa dhe ke ardhur në Kosovë. Pse? Çka të sjellë? Unë menoj që gjithmonë jam kanë lidhur me Kosovën, po më ka lidhë ma shumë profesionaliteti jam, të më thonë për dizajn, unë jam dizajnere me profesion. Më ka lidhë që ajo, thjesht e kom pa vetën ma shumë Kosovë se sa në vene tjera të botës. Kom jetu në Suedi, kom punu në Danimark, në Gjermani, po nuk ashtë se më ka përmbush, nuk ashtë se kom një vetën që aja që tu me kane. Këtu besoj që këtu vitet e fundit që më rikthy paka shumë me do projekte dhe do tjera, e shishat që okej, Arion, dush më kthy se që tu e ki venën. Thjesht është ka një ndjenë. Çfarë të mungonte, teksa ti jetoje në Malmo, po them, çfarë të mungonte në Kosovë? Menoj që është energjia, është jeta këtu ma ndryshë. Na e dim që nashta dhe shumë sene nuk janë nashta që është në Suedi ose në Gjermani, po prapë se prapë nuk është aja ndjenja e ndjajt. është thjesht energjia që këtu e nisha vetën ma në shpe, është njerëzit që i ki për rreth. A ke lind atje, Ariana, apo jo? Unë jëm lind në Gjermani, jëm lind atje do me thonë, jëm rrit atje dhe tana me besojt në moshën 24-25, jëm shku në Suedi, kom jetu atje 6 vjetë paka shumë, kom punu dhe në Danimark, se ish paka shumë si ngatë, kështu që më ka radha atje me jetu. Pavarësisht që ke lind, je rrit, je zhvillu atje, prap rënjët thirshin. Është e çuditshme, sepse mu të themi atu jenë ardhë me 15 vjetë jem shku në Gjermani dhe ato do me thonë janë paka shumë kundërta, ndaj me ato çuditën kur unë e thamë e një vetën si në shpe këtu. Sa ato tash jetojnë atje, e thojnë bashkë ti e vogla ka tërë ty më kthy këtu. Po nuk e di, është thjesht energjia. Çka po bën Gjermani, me çka po merresh atje? Kesh jo të reguës një rast
Mos të harroj nga pyetjen që ke. Këtë herë që kena ardhur në Kosovë, kena ardhur edhe me 2 musafir, janë qift burrë e grua ata, gjerman, shok të vllau tem. Edhe po i qesim, po i shëtisim në po restorane, po ja vizitojnë kështu me pa pak Kosovën, me pa edhe ditën edhe natën, veç janë totalisht befasum. As nuk e kanë imagjinu që Kosova mundet me konë kaq e bukur. Për këto isha edhe të Edhe folë. të këta, se Gjermant njën që janë pak si popull ma, i ftoft e ma, veç ju len shumë përshtypje që jena një popull shumë mikpret, jena ma të shoqnueshëm, jena ma të afërt, do më thonë janë të befasum totalisht. Se me Kosovë nuk ka kjo dihet, duke nisur nga bujaria, nga organizimi i jetës që është pa organizim, edhe që mirë që është qështu, sepse ka njerë gjërat që janë shumë të organizume, jo mbajate, po pastaj ka ca gjërat që ta prishin edhe s'lën këtu, si që nuk të kanë lënë ty, me qka po merresh atje? Atje kena biznes, do më thonë jena 3 vllaznit e kena biznesin tonë, gartë mballë, do më thonë me rregullimin e oborë, kena, do më thonë, projekte që i bojna janë ekstra moderne, do më thonë, edhe me teknologjinë e fundit më të avancume. I kena ato këtë projektet, i postojna zakonisht edhe në rrjetet sociale, me këtë punë, do më thonë. Sigurisht marrëveshje del ti me i nënshkru, i gjatë, i madh, autoritativ, apo dhe vllaznit jo njëjtë? Ja, vllau i madh është për këtë punë, ma shumë se ai është që 34 janë në Gjermani, e nje ma mirë edhe mentalitetin e tyne. Po, edhe na kena hitë, do më thonë, në sistem që thuj se... A ju besojnë Gjermanë shqiptarve, për shembull? Shumë. Tash, nashta ka raste që jo, mbarët pej, po do më thonë na, kur, do më... Pas 16 vjetë që më bo me film, po nuk kena pas asnjëherë asnjë problemin ma të vogël më shumë. Por kondrazi, një sen që është ma i mirë edhe që të bënë ty muni, mas mirë është që për shembull ka klient që para 7 vjetëve që kanë bënë ndryshim në varë, zgjedhin prap ty. Të më aja është një besueshmëri edhe me vërtet është shumë ashtu. E thashtë të fillim besnik që në një periudhë, po thamë të sportit tonë vendor, vetë se ke lënë gjurmë në Sigal Prishtina, kur dikush tash sot ta përmend Sigal Prishtina, në cili është ai imazhi që ty të vjen mendje? Që ashtu dhe na i pyetje për basketbol jam në Gjermani. Unë kam shok edhe kam kontaktin me shumë shok që kena lujt bashkë në Sigal Prishtinë. Unë mungan basketbolli, e kom kalu këtë jetën në basketbol, po fatkeqësisht basketbolli është shumë ma keq se që ka qenë më herët. Po flasim edhe me shok, po diskutojna kur kush nuk ka menu që në atë kohën tonë, për shembull, me orë puna dhe me të thonë ty mas 15 vjetëve që ka mu bo shumë ma keq. Na kena menu që mas 15 vjetëve ka mu bo shumë ma mirë që ka mu në metë neve nështë një farë si pikë që thujna, pse si jena në qëtë kohë me vazhduna me lujt hala me pas Se qenë në fakt basketbolli kosovar pat një rritje dhe një havë të jashtëzakonshëm. Basketbolli ka qenë në majet kulmit. Po, gjendja nuk është e mirë në basketboll, sidomos kanë betë edhe pak lojtarë në ashta që pensionuan qëtash, edhe nuk di që ka mu bo me basketbol, se problemi, po ka njerës që fajsojnë federatën. Unë e mendoj që klubet kanë fajs, se klubet duhet me umerë me zhvillimin e gjeneratave të reja. Na për shembull kur kena qenë 16 vjeçar, na jena konë të gatshëm për me u kyç në ekipën e parë, edhe trajnerat që kena pas të huj, nuk besojshin që na jem 16 vjeçar me kapacitetin që kena pasna. Sot, 16 vjeçart, as 18 vjeçart, po nështë as 20 vjeçart që janë gatshëm për ekipën e parë, për senior është fjala. Pra, është një periudhë... Pse është kjo? Po mendoj që klubet nuk po i kushtojnë rëndësi zhvillimit gjeneratave të reja. Edhe që kjo e bën një periudhë, për shembull 7 vjeçare, 10 vjeçare, e bën me ra basketbolli dhe në qëtë pikë, ose do sport tjetër. Se bërthoma është tek gjeneratat e reja. Nuk mund është ti për shembull me u bazu me thonë, i marrën e 4 litar të huj. Ti 4 litar të huj merë, po qa me bo edhe me 8 tjerë që i ki shqiptarë, ku mi gjeq ata 8. Ti që tash me i bo bashkë 8 veta që janë super litarë në krejtë, Kosovën është problemi gjithë. E jo se cilë ekip që duhet mi pas të paktën,
8 ose 9 vendor edhe leja nja 3 ose 4 të huj, nuk për di që tash me regulorë më do këtë është 4, po veç 3 ki drejt mi pas në parket, një rezervë, nuk ki drejt mi shtit 4. Fatkeqësisht edhe të angazhuarit nga jashtë, kam pasur një val kritikash dhe pak natësish, kështu që kam përcjell me siguri edhe një imazh të keq të asaj se si zhvillohet sporti, sidomos në strukturat organizimit në Kosovë. Raste të cilat nuk janë të izoluara, janë mediatikisht shumë të njohura. E vërtet është. Na këtë këna mendu që kur të vjen puna me u pranu në FIBA edhe me na u hap dyrët në arenën ndërkombëtare, kena mendu që ka me lullëzu basketbolli, fatkeqësisht nuk pëndove. Para mendoni, unë nuk kam kur gjë kundër Shqipërisë, për shembull, na jena si me qenë një shtet, po na sa herë kena lujt me Shqipërinë, na jena konë gjithmonë fitues, bile me 10, 12 pikë, 15 pikë, 20 pikë e përsi. Para një 2 jave, se di kur zhvillu ndeshja për kualifikime, që ka qenë ndeshje zyrtare, Kosova humbi nga Shqipëria. Do më thonë, që kjo të bën ty me të regu që gjendja në basketbolin në Kosovës nuk është as pak e mirë. E sidomos, edhe një 3-4 vjetë, kur kanë me u penzionu edhe një numër i vogël i lejtarëve që është në qatë kohën sa kam qenë edhe unë, edhe pastaj mesin vetëm çdo gjeneratat e reja që fatkeqësisht nuk pi përfshit gjithë, ka lejtarë të mirë, po nuk mjaftojnë. Po shpresoj me ndru trendi, edhe me ndodhë ndonjë e papritur se kur si djetë. Ariana, ju jeni dizajnere e modës, e ke zhvillu profesionin në Suedi, por kur nuk e ke shkëput linjen as kur nuk ke jetu krejtësisht këtu, se ke shkëput linjen e bashkëpunimit me shumë emra në vend. Na fol pak për anën tënde profesionale atje dhe këtu, si është zhvilluar dhe si zhvillohet sot. Me tonë drejten, shumë ku mujtë më zhvillu në Kosovë, se sa atje. Thjesht që shecika dhe ma heret nuk ku mujtë hiq me gjetë vetën, ose nashta s'është konë që tojnë vendi jam. Nuk e gjetë ti vetën apo stili jëtë? Jo, stili po. Stili bire më ka ndryshu shumë, më bërë shumë e thjesht. Gjithmonë më kone thjesht, po Skandinavia, këtu vendet skandinave më ka ndiku shumë në mënyrë pozitive që sa ma thjeshti, aq ma bukur dukesh, është thjesht menimi jemi. Në Kosovë di që është pak e kundërta, që është sa ma shumë, aq ma bukur, po aja është që thojnë si cili e ka stilin e vetë. Amo më kanë ndiku për mirë, për stil po menoj, amo nuk është se kom gjetë vetën thjesht nashta me njerëzit ose s'është ka në vendi jemi. Mirë, ata ka dhe mundësin Kosova, ata ka ofru ato që aty ke dashtë? Po, menoj që nashta edhe është që 15 vite unë, do me thonë, ku mujtë me shfaq kontakte, këtu mu lidh me njerëz. Atje nuk e kisha atë farë kapacitetin, sa është qyteti ose shteti shumë ma i madhë, ose jo e lidh në rritë aty, unë e lash Gjermaninë edhe thjesht nuk është se më shkoj që shdo ashta, po prapë tham, ka ndodhur për një arsye, ju më rritë si Kush janë disa nga dhe... emrat e njohur, emrat e famshëm tjetës publike në Kosovë, Shqipëri, me cilë ti ndër vite ke bashkëpunu, i kam besu punës edhe stilit tonë? Hira në fund të shkon me Afroditën, Afrodita Paqarada, ti e ki dhe shuqë që Afroditën. Kam bashkëpunu dhe do me Big Brother që në kona aty pjesë si kandidat. Po ma shumë jemi fokusu, besoj këtu 2-3 vitet e fundit, pak edhe ma shumë ka arti. Më pëlqen edhe ajo bota e që me mujtë me kriju diçka që përqen pak një gjumë tek njerëzit. Për shembull, ky projekt i fundit është kujtimi i mbuluar, është ka një vitit kalum, është një dokumentar i vogël që jam mundu paka shumë njerëzit mi vedisu që është mirë me folë edhe për tema që janë ndihshme dhe me përfshi tash jo fashion, po me përfshi artin, jam mundu krejt ato ndjenja ata Ka qenë një ndërthurje kujtimi mbuluar dokumentarit tuaj të fundit, ka qenë një ndërthurje edhe realisht një kreacion unik që edhe rrallë herë shohim në vendin tonë. Dhe sigurisht përgëzoj për këtë dhe mesazhet kanë qenë shumë frymëzuese, njëkohësisht kanë qenë edhe histori të cilat besoj duhet të rinjohen dhe të dinë edhe të rinjt sot. Çfarë gabime bojnë klientët, jo vetëm domosdoshmërisht për modën, po për stilin, çfarë na kishte sugjeruar vajzave sot? Shqetësika ma herët thjeshtësia, po aja edhe më varet për karakterit, më varet për ambientit. Unë e di që shumica ma bojnë a ke lodhë me këtë thjesht. Na i kërkes çuditshme që ke pas për vajzave në Kosovë? Kërkes, s'po di tash ma shumë tash për shoqënisë ose familjarëve që e kanë zanat paka shumë këtë farë është vesh Beyoncé që shto për ma bën, që shto se për më pëlqen që shto.
Nuk mënesh, se stina tonë të njajtë, Beyoncé është Beyoncé, pëse s'po këshirë me bati qka që ty që atërën mirë? E Ariona, çka mendon në përgjithësi për dizajn në modës, për kreacionet, koleksionet, dizajnerët, edhe më saktësisht, çka mendon për punën e Valdrin Sahitit, me që është në krye të listës së dizajnerëve në vend? Qëre, unë e thamë, çdo dizajner e ka klientin e vetë, e ka botën e vetë, unë e përgëzoj jo vetëm Valdrinë, po krejt dizajnerët e Kosovës, se unë e vrejt që kanë edhe shumë punë edhe me personat të Amerikës, që janë do me thonë në formë botërore. Thjesht menoj e ka klientelin e vetë, e përgëzoj, po... A mendon që këta dizajnerë të cilët janë në krye të listës së më të kërkuarve e meritojnë famen, lavdin, e meritojnë, nuk është se nuk e meritojnë. Unë e bële edhe krenona se kam qef kur isha që ma bën dikush, heja, bëtin ti e shqiptare edhe Valdrin Sahitin e kom pa aty këtu. Nuk është që e marrë me inati, unë që thojnë se cili e ka suksesin e vetë, rrugën e vetë. Veç mirë po, menoj që na vynë prapë se prapë kjo të eshësia. Se e kena pak qëto... E të projna pak, projna. Jo vetëm me veshje, menoj po edhe me grim, me frizura, këto gjana. Menoj që na vynë pak the touch of Scandinavian, na vynë pak. Se është, menoj që të prohet edhe në veshje, këherë po më varet edhe ku shka në aty më ama që atë prekjen skandinave në Skandinavi, në Kosovë duhesh mu transformu. A i dim se një shumë dizajnerë dhe dizajnerë duke qenë edhe nga fakti që kam punu për gati 10 vite në fakultet dizajnit modës dhe e di që kanë ardhur shumë nga jashtë, kanë tentuar që cilin frymen e vendeve nga ku kanë ardhur edhe janë zhvillu profesionalisht, po është dosht pa tjetër me u përkthy në stilin i cili është stili masës, kështu që është përkeqardhje, sepse se cili ka identitetin e vetë, stilin e vetë, do të kishte qenë mirë me u kriju kjo ndryshueshmëria në stil, po jo. Është zarë, se është na pak shkojmë ka masa, ka turma. Une edhe vetë thamë, besoj që në të ardhme nëse kam atelien tem, besoj që edhe unë kryoj fustanat që janë pak ma ekstravagant. Po, synim jam është mi u kallëzu shqiptarve që mujmë edhe ka thjeshtësia, janë dy rrugë. Kretë më vorët për janë edhe pse po ndryshon, po besoj edhe stili, edhe moda, po shkon ma tepër ka minimalja, po. Vesh një sen që du të me ceka është që para 2 dite po ta një diskutim me një kolegë në punë edhe thash shumë për thash për te jena të e pru në qdo mënyrë në veshë, thash pëse se kena pak ma chill, pak ma relax, ta bëdhen, tha, po prit, ta bre, se edhe na, tha, kina stil, ta, ti ta krasuna një, tha, me Gjermant, tha, Gjermant, ta s'kanë stileq, edhe që kjo është e mira në Kosovë që shkujna me trendin, në shpesh herë dhe në Suedi, kur isha, kur visha këtu, tha, shonë, zot, ka ardhë kjo trend, atë shpejt, tu halo, atje se kena më rri. Me tholina up to date. Unë mendoj që ne jemi duke shkuar drejt stilit Amerikan dhe sa i përket edhe kulturës, jo vetëm të veshjes, por përgjithësi edhe kulturës ushqimit, mënyrës se si po perfekcionohemi edhe në fusha dhe në format ndryshme. Kështu që po besoj që kjo na bën veç ka ushqimi Amerikan mos shkojmë se krejt fast food, kështu që s'na duhet. Krejt janë bo kanar tek ne. Krejt fast food. Fast food, ushqimi, fast food, veshja, fast food, besa edhe muzika, edhe politika po e po. Regjia po thot edhe dashuria është bo fast food, apo pajtoj që edhe dashuria është bo si ushqimi shpejt, edhe i pashëndetshëm karrierë? Varet, për personit, për situatës, për historita me thonë. A dashurohet me të njëjtin intensitet edhe sinceritet si në vendet prej nga ju veni edhe në Kosovë? A vreni që lidhjet, marrëdhëniet, romancat ndryshojnë për shembull në Gjermani? A s'ki pas vakt u marrë me biznes me u marrë me këtë punë? Ariana le të folë se ka linda atje dhe ishe... Se mu së më le gruja me folë për kësi tema. Ja, sa për gru në i kam raportet me gru shumë. Jo se thot, Besnik, ku i analizove ti, qysh? Qysh po të ku? Mos i nëzër punë, Besnik, ku të ka ardhë për intervju. A dashurojnë njerës të njëjtë në krejt botën? A është një gjuhë universale të dashuruarit, apo ndryshojnë? Suedez, Gjerman, Shqiptartë? Unë e menoj që Shqiptarët jena pak ma romantika, ma shprejhme, Balkanit, ama Gjermanët s'pëti, edhe Suedezët janë totalisht, menoj, popull i ftoft. Të me thonë dilë që a me në gjesë, s'taj ke kërkosh, e në Kosovë është ma ndryshe. Me njëherë, të hajde pje një kafe ku i shike, apo din, është ma ndryshe. Menoj që shprejhe ma shumë se sa vendet tjera. Edhe në aspektin e dashurin, nashta nuk ka keq me thonë, veç dashurin ma sinqerë dhe kanë atje. Ma sinqerë?
Të njëjtin mendim e ndaj me besnikun, mendoj se kur ka një mendim caktun apo një ndjesi për diçka caktume, i qëndrojnë asaj. Mendoj nëse ndryshon gjatë rrugës, prap i qëndrojnë që asaj që me qenë të hapur me diskutu edhe me... Të na po mendoni që janë pak ma mashtrus, ma manipulatora? Po nëse henat mënyrat. Po di që anë thonë mashtrus, manipulator, në ashtas, po di, a mëj me thonë ashtu veç që... E kundër ta sinceritetit që kjo? Bash, do me thonë, me sinceritet 100%, pak të raste ka. Janë të ralla. E atje, do me thonë, me sinceritet 100% i gjenë shumë. Që kjo është dalimi. Po i rikthemi sërish, po flasim për besnikun, se ndryshoj jeta jote besnik, mas ju vendose në Gjermani. E kishët vështirë ambientimin, ta lësh karrierën në Kosovë? Tash edhe më herët, 6 mujtë e parë kanë qenë shumë vështirë, po pastaj vazhdo, më falë, u ambientova shpejt, që ceka me familje, pastaj unë njoftova edhe me gruan time, edhe pse unë e një prej Kosovës, prej moshës 18 vjeç, po ka qenë një rast shumë interesant, se aja kur ka shku me studiu në atë ku në Gjermani, ka shku pikërisht në Mainz. Edhe unë e kom njoftë, e kom posë shoqe, po unë asë që ku me ndu që ku me shku në herë në Mainz. Edhe ta shkore edhe puna në masa vitër me shku në Mainz, edhe dollëm me pi kafe, kështu, edhe pastaj o ledhëm, lidhja me gruan, do me thonë, ma bon edhe ma të letë qëndrimi në Gjermani. Mos flasim për familje, familja thash që mos me pas qenë familja, nështë ta i shkon shumë shtirë, me u adaptu edhe është pikë pyetja kësha nejtë, as kësha nejtë. Po për çfarë je krenar sot? Për karrierën sportive që e ke ndërtu, apo për jetën pas që e ke ndërtu tani? Unë më i me thonë që krenarjen për dyjat, se edhe karrierën këto që e kom pas, unë jam shumë krenar, për krejt vite që e kom kalu në basketball, e kom një karrierë shumë të pasur, kom shumë tituj të fitum, shumë trofi, kom kriju shumë rreth, shoshni, autoritet, që edhe sot e kam atë, do më thonë, kur vejmë përshim, kom kontakte, dalë, ri, bisedojmë, do më thonë, ajo e ka një pjesë tjetër. Pastaj pjesa e Gjermanisë po ashtu krenar, sepse jemi familje që punojmë bashkë, e menagjojmë biznisin, i rrim gati, do më thonë, biznisit. Jemi shumë të lidhët me zveti, kalojna shumë mirë si familje, edhe nuk di ashtë, nashta modest regona, po mundohemi edhe në ato kushtet tona me unimu edhe njerëzve që po ka raste që s'pe i kanë mundësit. Kom dëgju që ju jeni një person shumë human, nuk e bëni si aktivitet të hapur e publik si që bëjnë shumë të tjerë, por ndihmoni dhe për këtë komplimente, jo vetëm ty, por edhe shumë bashkëdetarëve tanë, të cilët gjithmonë kanë qenë dorë zgjatur për t'i ndihmuar ata të cilët kanë nevojë. Në këtë vend ka shumë njerëz që kanë nevojë. Jemi, kur nuk i bojnë publike, janë shumë persona të afër që i dinë, edhe i kena zakonisht disa familje, përthoj se vite me radhë që ju ndihmojnë vazhdimisht, se ja u dim gjendjen ekonomike që kanë, por edhe në rastet caktume për mes shokëve ose ndonjë postimi ose ndonjë lajmërimi që e shohim që është e arsyeshme edhe nevojshme, mundohemi çaq sa kena mundësi. Jena 3 vllazën bashkë, do më thonë me që ato mundësi tona sa i kemë, çaq sa na e lejon ekonomia jonë, matematika që thojnë. A ndihesh më i përmbushur shpirtërisht kur ndihmon, kur jep, kur je afër atyre që ndoshta nuk janë në ditët e tyre më të mira? Shumë më i përmbushur, se është shumë një ndjesi e keqe nëse dikush të kërkon një qasë ndihmë dhe nuk mundesh me ofru. Domethënë na kur t'ja ofrojnë atë ndihmë, shpirtërisht jena shumë më të përmbushur dhe më të qetë. A ka pasur ndonjë rast të vështirë që edhe juve ju ka bo shumë sentimental, ju ka bo shumë me undi keq ndoshta? E kena pas një rast që gjendjen e tyre u konë e pa imagjinueshme. Domethënë, nuk mundesh me imagjinu dhe në çfarë pike kishin pas jetuar. Po pastaj, domethënë, ai nuk ka qenë veç ndihma jonë, po e kena marrë një farë iniciative me shoqëri me një rreth ma gjone përmes persona të caktuar dhe ja kena kriju kushtet edhe banimin që sot e gëzojnë edhe sot e kësaj ditë. Në këtë rast s'kemi çka themi tjetër, pos Zoti ju dhashtë, ju shtoft.
Dhe mirë që solidariteti nuk shuhet në këtë vend, mirë që bashkëdhetarët tonë kur nuk janë dalë së ndihmuari, pavarësisht diskutimeve kanë njerë edhe shumë banale që po zhvillohen gjithandej madje edhe në televizion. Ne duam që nga kjo studio t'i përshëndesim dhe falenderojmë për gjithë çka çfarë kanë bërë ndër vite dhe uroj të vazhdojnë të bëjnë. Uroj mas pari të mos kemi nevojë për të bërë shumë ata e t'rregullohemi këtej, por ata vërtet kanë qenë dhe mbeten infuzion. Jena popull i prekshëm, ju përshini për shembull edhe disa raste që po janë publike përmes këngëtarëve që po mundohen ju. Shqiptarët e kanë zemrën e mirë. Kush ka mundësi me njëherë lajmërohet edhe ndihmojnë, po mblidhen me ka 50.000, 100.000 për 4 tetor. Domthonë jena popull i ndjeshëm edhe kjo mendoj që na bën ende që jena njerëz e kemi një farëngjesie që me njëherë na dalim pozitën e çatij personit, qoftë i smur ose i varfër. Shpresoj kjo të mos mungoj kur, humaniteti, solidariteti. Arjan, po e shoh që në Kosovë je shumë e nxane, shumë e angazhume. Me nxe ke aranjua dhe intervistën për sot. Çka po bën tjetër, me çka po merresh post dizajnit modës? Po merrna normal edhe me koleksionin që 2-3 muaj, kam edhe do klienta pak a shumë si anësh, po për ndryshe me fashion, gjë tjetër. A je përmbushur në gjitha aspektet? Po, për momentin po. Projektet që për momentin je më aktive, që je duke punu, që je duke i mendu? Koleksionin një herë kam kështu rrugë të parë, të në të shofëm që po... Okej, me që se jemi të koleksioni, po du me të nëzirë pak edhe për te kësaj, që po je pak... Nëse do të dizajnoje një fustan, po them, edhe ki me prezentu Kosovën para gjithë botës. Një detaj që nuk duhet asesi me i mungu. Me i mungu. Përveç thjeshtësisë. Kja kemi. Një detaj që na kish lidh ndoshta me kulturën tonë. Po me kulturën, me traditat. Shqithojnë këtyne herë që qeqme për mi televizora, qentene, qes. Menoj që kësha morë... është bërë sfund me edhe jam po... Qëta në ashta e kësha nëzirë paka shumë. Qaja, po më bjenë kështu në mene. Me tentene, diçka. E pa tjera i strefi. Hajt me diçka tjetër. Ne, mire ato që në herë në televizor edhe spikerat kërë japshin lojme do dashme. E la ku kryt. S'poti nuk ashtë se po më bjenë diçka që tash në mene kështu. Në Kosovë ju themi tentene, në Shqipni po ju thojshin qentro. Nuk e di saktësisht se si quhen sakt, po besoj publiku e din. Shqipnis të din për çfarë fjala. Po, është ajo pjesa ku me herë do të thotë nusja e ka bo gati para se me shku të shtëpia e burrit, që sot nuk është. Kur jemi të qezja, ki bo gati o qik. Po nuk bëhet sot gati qezë. Ka ndru gjanat, kemi shku ka thjeshtësia. Ska qez. Ska qez. Tash qez naj BMW, naj Mercedes, naj... Edhe ato po i bëjmë vetë. Po, ka femrat forta që po ja dalim vetë dhe për këtë duar trokitje. Definitivisht. Besnika, largohet një sportist krejtësisht nga sporti? Jo, nashta ka raste, po unë për vete, edhe pse ka vite që e kom lanë, unë mundona me qenë sportist, edhe kohën e lirë me mundona ose fitness, ose kam fushën shumë afër shtëpis atje. Po luën basketbol? Po luën? Jo, dalë, shutoj vetë për qef, kështu po më në rekreacion, me ndje pakat frymën, po krejtë më shkut për sporti. Besniki është të apliku një sport tjetër, atë të udhëtimeve, unë e përcjell në Instagram edhe po e shoh që po bën jetë të pëlqyeshme. Që mos ta them jetë luksi se thojnë. Ma mirë e thash, mos me përmen luksin. Po kur e kena kohën e lirë, për shembull. Cili është vendi më i bukur që e ke vizitu? Valla, shumë vendet bukura, veç Roma, më kalon për shtypjet tashme, historia e Romës vendim, se nuk më ka ra me shku dhe më herë, për shembull më pare si më kom 2 herë, 3 herë, kur e shen një vend një herë, 2 mo, nuk Roma më kalon shumë për shtypje, kur pares nuk po flasim, në Dubai, qaja pjesa e modernitetit, do më onë që janë dosane e vështirë me imaginu që shkan mujtë me i bot dherin qatë. Arjana, për ty, vendi më i bukur që ke vizitu? Ku do të kthehesh ndoshta prapë? Menoj që edhe Roma, edhe për mu, edhe Malta më ka pëlqy shumë.
Si vend të shkon shumë, shumë i bukur. Vende janë vendet veçanta, me tempoj, me histori që jo se cilit i lënë dëshirë për ta vizituar. Edhe Malaga ka qenë një eksperiencë Deri ka fundi intervistës kanë me të kujtu edhe shumë tjera. Në fakt, në besnikun sa e di, edhe ashtu si që the edhe ti, që e shojmë edhe në rrjetet sociale, e di që ka vizitu shumë vende shumë të largëta, kontinente të ndryshme, po zgjedhjeta përmend Romën. Romën e zgjedha se Roma ka shumë vende që mundesh me vizitu dhe ka histori. Në qytetet tjera për shembull ka ndoshta një detaj ose dy detaje edhe pjesën tjetër me shëtit, me kështu më relaksuese, po Roma nuk të lën ty për shembull me thonë po ulna me e pi një kafe shtu një gjysore ose një orë, po mundohesh me mujt me mri për qatë 4 ditëshin që i ki të lirë, me mujt me vizitu këtë pjesën historinë që e ka Roma, se është përveç historisë, do më është vend shumë i bukur. Unë sa po lexova që udhëtimet nuk janë thjesht udhëtime, po janë përvoja emocionale edhe psikologjike, sepse pos që të mësojnë shumë edhe të shkarkojnë nga ajo që ke akumulu, se ka shumë njerëz që ndërmarrin udhëtime dhe shumë të gjata thjesht për disa foto Instagrami, po lumë si ata që shkojnë në udhëtime për këto përvoja, shkojnë duke ditur ku po shkojnë dhe çfarë do t'i pres, dhe jo thjesht për ca foto. Padoshт me kriju paragjykime, po seriozisht udhëtimi është më shumë se sa thjesht udhëtim. Për veti, kur për vizitojnë në një vend, se zakonisht këtë udhëtimet i bojnë bashkë me gruan, se edhe gruaja shumë domoni në tipat një që kena qef, që ato 4 ditë, 5 ditë që kena të lira, kena qef me vizitu një vend. Kur po kthejna në Gjermani, si unë si gruaja, do më thonë janë nisim punës edhe e shtyna për një 2 muaj, do më thonë pa problem. Si një boost, si një update, infuzion. Shkarkum, e të relaksum, do më thonë një refresh vetit. Se për ngarkesës punë, takime, termine, që për djone nënë sta veç punë, edhe kur për bën një udhëtim, po shet diçka ndryshe, një kulturë ndryshe, një vend ndryshe, një histori ndryshe, një ushqim ndryshe. Dhe janë eksperienca për të cilat kur po kthehesh, domethënë po fillon punën, po jesh shumë më relaksuar. Përveç se je më relaksuar dhe je më po them mendje hapur për shumë gjëra të cilat ndoshta i prekupon shoqërinë tonë, kur ti del në një vend, qoftë në Evropë apo në një kontinent tjetër, e sheh edhe kulturën, edhe mënyrën e jetesës, mandej kur kthehesh në Kosovë vetë je pak më hapur, po them, për shumë udhëtimet janë pasuni. tonë. Udhëtimet janë pasuni, eksperiencat mira, domethënë. Definitivist janë festar që duata më e mirë që mundesh me ja u. Mirë që tashmë edhe kosovarët mund të kenë lëvizje të lirë, nuk ka mo barjera për udhëtim, veç edhe paret edhe kretë buat. Okej. Edhe paret po bëhen, po punojnë edhe këto. Shumë e vërtet. Si burri, po punojnë dhe po udhëtojnë. është kriju një farë kulture të udhëtuarit edhe shumë mirë, sepse kështu pasurohen njerëzit, shojnë dhe si që tha Albana, hapen në mentalitet, në zhvillim, në kulturë. Sa më shumë që shet, që ashtë më shumë di. Unë kam shumë shoqënie familjarë që kur pja shoh postimet, po thonë ku pe gjinë edhe kohën, se paret po, dhe gjithë që të kohë që pe marrin, po shimë prej punës e prej, do më thonë po udhëtojnë prej Kosovë, shumë po udhëtojnë. Po, madje po din vende, destinacione që unë kur as si kisha dëgju. Kështu e mbaj vetën si të lexuam, po disa vende seriozisht. Së më kishin rënë radar. Përmes oferta, përmes njerëzit kur dojnë me udhëtu diçka edhe po holumtojnë, po mirë që po udhëtojnë edhe e kanë shti kështu si mentalitet e si tradit që pjesa e udhëtimit është pasuni. Na jemi kënaqë gjatë kësaj bisede, kemi ka përcy sa në një temë, sa në një tjetër, dhe... Për ta përmbyllur, duat se u bëj një pyetje të përbashkët të dyve dhe Besnikut edhe Arianës, po e filloj me Arianën. Ariana, nëse pas 5 viteshe do të ktheheshe në këtë studio, çfarë kishe dashur me arrit deri atëherë? Imagjino se pas 5 vitesh do të kemi një intervistë bashkë. Tash, në mënyrën personale, nashta normal kam dëshirë me pas familjen tem, po përveç asaj, prindi jam, besoj që është edhe ajo. Në qëtu dy gjana... Këtu dy gjana do i diskutojmë pas 5 vitesh me Arianën, do i shohim se... Shpresojmë të realizohesh që ashtu qysh do të. Besnik, pas 5 vitesh do ta bëjmë një intervistë sërish bashkë. Kisha pas dëshirë, pas 5 viteve kur të vim
me arrit deri në qatë pikë që me thonë ju kena ndihmu 20 familje me shtëpi të reja. Wow. Wow. Një projekt që te i kalon dëshirat Definitivisht. personale. Kisha pas qef deri në qatë pikë me arrit. Nashta jo për 5 vjetë, po të paktën 5 familje. Se 20 ke pak shumë, po 20 nashta mundet me arrit mas një kohë Kur është dëshira dhe mundësia vjen, po besoj. Kështu që uroj të bëhen ajo Mas 5 shifër që vitesh përmendë edhe që me naj fillim. fjallë gjermanisht kur të vjen në studio. Jo në gjermanisht edhe tash flas, veç kam qef kur të vjen në Kosovë, Me fol vesh qep. vesh Shqip edhe në shtëpi tonë edhe në Gjermani. As një fëmija e vllau, domethënë. Kur në asnjë moment gjermanisht nuk flas. Edhe pse shkojnë në shkollë dhe e din gjermanishtën, që s'mundesh me i vrejt hiç që s'janë as gjerman, me dialekt, po në shtëpi vesh Shqip. Në krejt këtë takim, çka kemi thonë në përgjithësi në gati 100% që në ti, ka qenë fjallët më të mira për Kosovën, për shqiptarët, ata mbyllim me... E mbyllim se Shqiponjen Granit Gjaka dhe Gjerdan Shaqiri e bonën të famshme kundër ndeshjes me Serbinë dhe u bo popularizuar në krejt botën, kështu që... Po e mbyllim. Faleminderit që Atina me ishi bo. sonte. Faleminderit, Faleminderit që shumë ishi sonte. Faleminderit dhe juve për Derim. ftesë. Unë e bona pak bajere. Unë ndjem shumë mirë si në shtëpinë tonë si zakonisht, faleminderit shumë e shumë sukses. Faleminderit. Knatësi që ishit sonte këtu. Do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit.